Socialiste në agendën e vetë të ditës sotme kishte edhe një kërkesë të dy kolegeve lidhur me një shqetësim të tyre të ngritur për mbarvajtjen e një prej takimeve të shumta që ne po zhvillojmë gjithë Shqipërinë për t'i dhënë mirëseardhjen antarëve të rinj të Partisë Socialiste dhe siç jeni ndjenit premten ishim në Elbasan për të uruar mirëseardhjen 4.000 antarëve të rinj të Partisë Socialiste. Dy deputetët kishin ngritur një shqetësim për këtë çështje, por u vlerësua nga ana e kryetarit të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, zoti Gramoz Ruçi, që kjo çështje më shumë se sa kompetencë e grupit parlamentar është një kompetencë e asamblesë së Partisë Socialiste të Elbasanit, e cila duhet të diskutojë për këtë çështje, megjithse u pretendua që kjo çështje duhet diskutuar edhe në grupin parlamentar. Ajo që mori më shumë vëmendje dhe diskutim ishte shqetësimi i shumë antarëve të grupit parlamentar lidhur me disa deklarata të përditshme nga ana e antarit grupit parlamentar Ben Blushi për gjoja kriminal në grupin parlamentar të Partisë Socialiste. Ju kërkua në mënyrë të përsëritur që meqense se këtë e thot në përsëritje të asaj që dëgjojmë përdit nga Shqupi, kush janë ta deputet cilët sipas zotit Blushi qenë kanë me precedent kriminal, nuk pati asnjë emër, nuk tha dhe madje u shpreh që në këtë grup nuk ka të tillë. Sigurisht se në cilësinë e nënkryetarit të grupit parlamentar, meqense edhe u tha për publikun, deklaroi me përgjegjësi të plotë që grupi parlamentar i Partisë Socialiste e ka mbështetur prej ditës parë procesin shumë të rëndësishëm të integritetit të figurave që duan të zgjidhen apo të emërohen në pozicione publike, dhe gjithë kjo sintoni ndërmjet Blushit dhe Shqupit është për të ardhur keq. Por për të mos u zgjatur, do doja të thoja që qoftë ajo që pretendohet si incident në Elbasan, sigurisht mua më vjen keq për një koleg timin ka një sallë e cila nuk do ta dëgjoj, por ne ofiqarët e Partisë Socialiste, sepse Partia Socialiste na i ka dhënë këto pozicione që kemi, nga deputet, antar kryesie e tjera me radhë, duhet kuptojmë që spari nuk duhet i fyejmë sallat prej të cilave jemi dhe zgjidhemi. Së dyti duhet kuptojmë që duhet zgjidhim mirë ndërmjet halleve që kanë ato salla dhe dëshirës tonë për të zënë një karrige tjetër në karrierën tonë. Unë mendoj që ne jemi këtu për të respektuar antarët e Partisë Socialiste, ata që na kanë zgjedhur, dhe as pak mbi interesat e tyre të vëmë dëshirën tonë për të zënë një karrige të radhës në rrugën e karrierës që duam ndjekim. Kështu që është shumë e rëndësishme që edhe ju si përfaqësues të mediave të kuptoni që Partia Socialiste e Shqipërisë është një parti shumë demokratike. Në momentin më të parë që dy kolegë deputete kërkuan që kjo çështje të diskutohet, sigurisht në respekt të rregullave të kësaj partie, kjo u bë më së miri dhe do të vazhdoj ashtu siç u tha dhe nga kryetari i grupit parlamentar zoti Ruçi në Asamblenë e Partisë Socialiste të Elbasanit. Zoti Balla, sipas zotit Blushi, sulmi ndaj tij, ajo që ai e cilëson sulm ndaj tij në Elbasan, ka nisur që këtu dhe për këtë arsye ka kërkuar një distancim nga grupi parlamentar i Partisë Socialiste. Tani, unë nuk dëgjova asnjë lloj argumenti në sallën e grupit parlamentar lidhur me këtë arsyetim. Që të nxjerrësh një konkluzion të tillë, duhet ta mbështesësh të fakte. Ajo që thash para pak dhe duhet ta ritheksoj. Në Elbasan kishim një takim të programuar sikurse kudo në Shqipëri, siç ishte në Korçë, për shembull, ku kishte një program të paracaktuar dhe ishte i fokusuar tërësisht tek antarësimet e reja të partisë në Partinë Socialiste, ku flisnin vetë antarët e rinj të antarësuar dhe kryetari i partisë, zëvendës kryeministri për çështje që lidhen me projektet shumë të rëndësishme zhvillimore në zonën përkatëse dhe unë si drejtues politik. E megjithatë, sepse këtë duhet ta themi, megjithëse u informuam vetëm 30 minuta përpara se kishte dëshirë një antar grupi parlamentar të fliste, ju dha fjala, por secili prej nesh
duhet të ruaj qetësinë dhe kur flet përpara një salle, përpara se ta filloj me fyrje, duhet ta filloj me përshëndetje. Këto janë rregulla bazë normale të një njeriu që dëshiron të drejtohet një salle. Ka pasur ofendime në mbledhjen e grupit, sipas zoti Blushi nuk e mohoi një gjë tillë, ndërkohë që burime për ne gazetarët bën ditur se ka pasur ofendime të tilla. Unë ju thash që një deputet i saktuar që sapo merr fjalën e fillon edhe me fyrje, sigurisht që është përgjegjësia e secilit për nesh. Unë po ju them, konkluzioni ishte shumë i qartë, asun për shembull që mund të quhesha pjesë e sqarimeve të domosdoshme që duheshin për çështjen, nuk e mora fjalën sepse është pjesë e një analize të punës së përditshme të asamblesë shumë funksionale të partisë në Elbasan. Kështu që ishte zoti Blushi që asaroi situatën në mbledhjen e grupit? Unë besoj që po, por megjithatë, as unë dhe as zoti Blushi dhe as kund tjetër nuk kemi të drejtë që të flasim mbi të interpretojmë konkluzionet. Pra, e thënë qartë dhe duhet që domosdoshmërisht të ndjekim një rrjedhë logjike të institucioneve të partisë që shprehen për një çështje të caktuar. Sa e denjë është për Partinë Socialiste të ketë një mbledhje grupit parlamentar me fyerje dhe për socialistët të fishkëllejnë dhe fyen një deputet, zoti Balla. Ju jeni grupit parlamentar që Jo, sapo e konfirmuan që ka pasur fyerje dhe debatet e iniciuara të... Unë fola për takimin e Elbasanit, mos të keq kuptoheni. Tani, për sa i përket grupit, grupi parlamentar ka diskutuar me debate të nxehta për një fyrje që është bërë në mënyrë të vazhdueshme grupit parlamentar të Partisë Socialiste. Ke një deputet Partisë Socialiste që në mënyrë të vazhdueshme ka hedhur balt mbi grupin parlamentar, duke thënë që ky grup është i mbushur me kriminal dhe grupi parlamentar i kërkoi nga drejtuesit e emra, i kërkoi ore na thuaj emrat. Emra s'kam. Kjo është. Zoti Balla, cili do jetë fati më teshën politike në Blushit përballë kësaj situate? Secili fatin e vet politike ka në dorën e vet.